وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Sigurisht fillojmë gjithmonë me falënderim Allahun xhaleshanu, dërgojmë salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më të mirë dhe mësuesit më të mirë në rrugën toksor, njeriu të cilin Allahu xhaleshanu e përzgjodhi për ta bërë mesazhin hyjnor të Allahut si amanet dhe për ta dërguar pastaj dhe për ta përcjell tek njerëzimi, që bashkë me Kur'anin të jetë liu khrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, që të na nxjerr neve nga errësirat e kota në dritën e besimit dhe imanit. Thashtë Allahu xhaleshanu që këto momente të bekuara, të këtij muaji të bekuar, të jemi bashkërisht sado që është koha e shkurtër, duke përcjell selamet, domethënë nga Maqedonia dhe nga medreseja e Luginës së Preshevës në veçanti. Ju falenderoj për mikpritja dhe inshallah do të jemi në një këshill shumë të shkurtër, jo që se keni dëgjuar se është agahoj këto dhe po vetë si musafir për naivët për parësia se për ndryshe s'folmi para xhallarëve më të mëdhenj. Por si musafir, ndoshta bereqeti i musafirit na ka plënë edhe neve. Ju falenderoj shumë për mikpritjen dhe pritjen. Allah inshallah është razi dhe do të mundohemi shkurt do të jemi në një ligjërat ose këshill të shkurt inshallah. Pokušat ću objasniti ono srž toga je dosta Efendija govorio. Zahvalnost pripada Allahu Đelešanu, počeo s tim riječima i salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nam je pokazao put kuda treba ići ili koji nam je dao, kako kaže Kur'an, da nas izvuče iz tmine u svjetlost. Zahvaljujem se Bogu koji sam eto došao da kod vas, ne da bi vam nešto novo rekao, ali kao musafir možda da vam donesem i bereket. Jer vi znate da bereket u Ramazanu ima, posebno kad musafir dolazi ili kad ide negdje musafir, on donese bereket. Iako danas, nažalost, sve manje i manje žele musafire, ali vjerujte da znate da uvek donesi bereket musafir. Duke pas parasysh ajetin kuranor që thashtë se nuk i marrë me kallëzu diçka të re, por na premton Allahu diçka interesant që me të përsëriturit dhe ripërsëriturit, kujtuarit dhe rikujtuarit, Allahu çon dobin, se na shpesh herë e përjetojmë këtë moment që dikush i mas një kohë i ka po 50-60 ka nis mu falë, mas 50 vjetëve ka nis me agjeru. Po pse ai nuk e ka ditë për shtëpia, jo e ka ditë, se nuk është një njëri që ka pranuar fenë frikë. E ka pranuar pi ditës parë ka lind musliman, po vjen një kohë që vërtetohet fjala e Allahut, "O dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Allahu Đelešanu bën vërejt, Allah Đelešanu upozorava i kaže fadakir, opomini, zato što opominjanje ima vrijednost kod vjernika. Znači, i zaista to i u Kuranu i to ima, to je tačno. Kaže kao primjer, ima neko počne u 50-60 godina da klanja. Zašto? Zar nije znao i prije da je namaz obavezan? Jes, ali nekoga opominjao i došao onaj moment kad je odlučio da počne da klanja i da posti ili da uradi ono što Allah je zadovoljan s njim. Tako da naše je da opominjemo i treba da opominjemo. Iako mi mislimo, a šta ćemo ja reći, rekao smo. Recimo opet, znači recimo i činimo, na kraju evo ja dodajem to, i činimo dovu da ga Allah uputi. Do të jemi shkurt para juve, domethënë mua njerëz më vjen mirë që kështu jeni domethënë të mbledhur, pavarësisht domethënë se prej nga vini, edhe kjo e përkthimja është një bereqet shumë i madh, domethënë që ekziston një humanitet ose një njerëzillik mes juve, edhe kjo është për ta përshëndetur. Por do të jem vetëm shkurt në ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanu na urdhëron me Ramazan, por në një mënyrë pak më ndryshe do ta themi. Se zakonisht jemi mësuar me ndëgju ajetin kuranor ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Këtu do të jemi pak në një shpjegim. Izgovorio riječi Kur'ana koji mi čujemo svaki dan sad u Ramazanu. O vjernici, propisuje vam se post koja je propisano onima prije vas. Zašto? Znači da biste bili bogobojazni. I zato mi ćemo se fokusirati znači, na tim riječima i on će sada da nastavi dalje, a ja ću da dalje sad, Adi Efendi, pošto ima bolju memoriju. Ja počnem od albanski na albanski. Ajetin kuranor të cilin e përmendëm Allahu, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, që Allahu thotë o ju të cilët keni besuar, u ka bë obligim agjërimi sikur popujve më herët që ju të bëni më të devotshëm,
Unë kështu duke u lumtuar të komentatorët e Kuranit, nxjerr me një rahmet për tek Allahu xhaleshanu. E kanë nxjerr për njerëzit. Kjo i bie sigur një shef, gazda, kur thirrën punë, ti je nxorr për punë, se na jemi nxorr për Allahun dhe për sevapët. Kur thirr për punë, imagjinoj me gjetë ti një shef i cili thotë, "Qera mos u mërzit, a vetëm 8 orë kemi punuar më dhe qirë, punojmë katet, a vetëm çaq butësisht, shumë rahmet nuk ka. Allahu na ka thonë, qera unë jam publik, ama mos mendoni që veç ju, edhe më herët kanë agjeru. La'allakum tattaqun." Ajet koji smo ranije naveli, o vjernici, ovi koji vjerujete, naređen vam je post kao onima prije vas da biste bili bogobojazni. Dakle, ovaj ajet se spominje u takvom blagom kontekstu da se navodi primjer, poštovani Efendija navodi primjer da jedan šef nama kaže, evo, radio si 8 sati, ali ne brini se, ima i drugi koji su radili isto tako 8 sati. Dakle, tako blago, tako na fin način nama govori i nama navodi na ovaj ibadet, na ovu obavezu koju mi muslimani imamo. La'allakum tattaqun, që të bëheni më të devotshëm, edhe këtu pak do të ndalemi duke analizuar, pra po them, duke ju lumtuar komentatorët e Kuranit siç e shpjegojnë, thotë pse Allahu xhaleshanu ka thonë që ju të bëheni më të devotshëm, e ku na pedimi që janë do vështirësinë apo duhet me agjeru 8 orë, domethënë jo si zakonisht, po duhet pinë si firë, mos me hongër bukë, mos me pi që në esencë kena halal, 11 muaj tjerë, po janë vështirësitë më të mëdha, ama e shohmi që 11 muaj tjerë, do shta ja cijën se falmi, me këtë lodhje, vimin taravia 20 plus i shtojmi. La'allakum tattaqun, kjo do më thonë vërtetojnë këtu dhe do t'jemi pak më në vazhdim. Kur do? Ovaj ajet gdje se kaže da biste bili bogobojazni, govori u kontekstu da mi 11 mjeseci, dakle ono što jedemo, što pijemo, nama je zabranjeno u mjesecu Ramazanu. I upravo to nama govori tu jačinu mjeseca Ramazana, ali van mjeseca Ramazana mi, na primjer, ne klanjamo jaciju, ali u mjesecu Ramazanu mi možemo da klanjamo 20 rekata sunneta. Dhe nëse morim pastaj edhe hadithin e pejgamberit alayhis salam, kur thot men lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ai i cili nuk e lën në kohën e agjerimit të tij, se është një kohë e gatë, jo sikur namazi 5 minuta mundesh mu përqendrua dhe e kryen, po një kohë është pinim sak deri në akşam. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili nuk i lën fyrjet, çarjet, ofendimet, Allah nuk kanë zor me lën Çto është punë, domethënë pyetja thojnë kështu. Pse Allahu xhaleshanu se kalonën pin akşam deri në sabah me agjeru? Çta duhet me lidh punë, që këtë punë duhet edhe çka më vet duhet me këtë me diskutu mes veti edhe me kuptu mu se pse Allahu ka mujt në akşam, Allah pa dash yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allahu don lehtësime jo vështirësi. Pse Allah se boni pin me një pin akşam deri në sabah. Edhe bim me flet, nëse çomo, domethënë sfimi ujë rrezikojnë. Po ditën pse prej mëngjesit deri në akşam që t'jesh me njerëzit si duhet. Që këtë mos më shau, mos më fy, me realizu se ditën realizohet. Navodi poštovani Efendija da nije lako postiti od zore do akšama. I treba svako sebe zapitati zašto mi postimo od zore do akšama, zašto ne postimo od akšama do sabaha. Jer kao što kaže poslanik alejhi selam, nema posta onaj ko ne ostavi lažan govor ili lažno svjedočenje. Dakle, suština je da mi pazimo, da se čuvamo šta govorimo, šta radimo, dakle pazimo na naša djelo. I upravo u tome suština da mi postimo od zore do akšama kako bismo mi bili sa ljudima, kako bismo bili i djelovali sa našom realnošću, sa našim okolnostima gdje živimo. Sepse këtu kemi problemin, zakonisht domethënë tek ibadetet dhe adhurimet, kur nuk i kuptojmë në esencë, dalmi tek disa njerëz tonë që po dalin hoxh dhe ta marrin Isran dhe Miraxhin. Hoxh dhe thotë veç 3 vakte janë. Domethënë pse ndodhin këto punë? Pse ndodhin këto punë se na në esencë kemi ato probleme që nuk e kuptojmë, duhet ta kuptojmë adhurimin në esencë, për çka është bërë dhe cili është mesazhi, çka do Zoti prej adhurimit.
potrebno da mi da shvatamo suštinu ibadeta, značaj ibadeta. Jer ima neki efendija, neki hođa koji izlaze i govore, drže predavanju o Isra i Mirađu, da poste 3 namaza i tako dalje. Međutim, stvar je u tome da mi ne razumijemo i ne shvatamo suštinu ibadeta, zašto mi uopće klanjamo. Do të thonë për më konë drejtë dhe me kuptu si duhet fejen me që është pi Zotit dhe ka orë prej pejgamberit a.s. Prej njerit më të mirë edhe prej Allahu Gjeleshanu krijuesit duhet më konë një defekt të na që na si na to e kuptu se për ndryshe duhet më konë të stilum këto punë. Nëse Isra dhe Miraxhin dikush i ka problem me besimin e Isras dhe Miraxhit si mrekulli, jo, nuk ka problem të mrekullia, ki ka problem të fillimi i surës. Se Allahu Gjeleshanu këtë surë e ka nisë me Subhane do me thoni i pat meta, pa mangësina është Allahu Gjeleshanu. Edhe ti kur e merr një gjonë prej dikujna që s'ka mangësina, të në tonë të e ki rahat. Rahat e ki për punën, se beson se i patëm meti o të tonë diçka. Me automatizëm nëse dyshon që të Subhane nuk je të e besu si duhet. Fillimi është gjithmonë. Ose kitë Kuranit, mas elhamit, dhalikel kitabu la rajbe fihi. Kjo është libri që s'ka dyshim. Tonë ti nuk ki problem atë në tonë në surën Kauthar, në surën ata, në surën Anfal. Jo, ti ki problem nëse hin dyshime në Kur'an, ti ki problem te fjala e parë dhalikel kitabu la rajbe fihi. Kjo është libri që s'ka dyshim në te. Unë. Nije problem u tome što se tiče onoga koji objavljuje, nego je problem u nama koji mi vjerujemo. Da li mi prihvatamo ono što Allah Đelešanu objavljuje. Na primjer, Isra i Mirađ, kao što kaže u prvom ajetu, Subhane, dakle, što znači onaj ko nema nedostataka, onaj koji je savršen, onaj koji je perfektan i problem, dakle, nije u njemu, problem u nama koji smo mi u nedostacima, koji imamo naše, dakle, nedostatke koji nismo savršeni. Također navodi se u ajetu Elif Lam Mim Zalikel kitabu la rajbe fi, dakle to je knjiga u kojoj nema sumnje. Do nas je na koji način ćemo shvatati ovaj ajet. Edhe nisim tash, domethënë me që jemi të Ramazani, nisim të Ramazani. A i na të e kuptu në që këtë mënyrë që të nismi për fillim me kuptu si duhet, pas taj shkojmë rahat. Një shembull për toke, për rafshi, kam qef më konën të inkuadrum xhamati kur e tham diçka jo me thonë në stilin e lartë mos më kuptu, le të mirët mesazhi. Nëse dikush prej neve preferon një futbaler, shembull me mormi. A ke pasë na e shohmi, filan lojën e ubi penaltin, filan lojën zditi me bo asist, filan lojën në apet e ubi penaltin, a peta i thot jo, futbaleri më i mirë është ki. A vedi, do më thonë ti e shefa shiqare, po ai nga bindja për çat lojtar, walillahi al-mathalul a'la dhe te Allahu janë shembujt më të përsosur, po na vesh për me kuptuar situatën. Domethënë ti e ke marrë një bindje nga informacionet më herët dhe se si e ke po filan lojtarin, marrë gjallu me betu penalti ki umi të dhon golla, jo kjo më i mirë. Pse? Më herët je ftillu. Edhe çështjen e agjerimit, edhe çështjen e librit të Allahut Xheleshanu, pi fillim dush me ftillu se është nga Allahu. Edhe Ramazanin, pi fillimi dush me kuptu që është për të mirën tone dhe që të bëhesh më i devotshëm. Poštovani Efendija poredi Ramazan i post sa jednim igračem koji je igrao jednu utakmicu i koji maša, dakle pravi puno grešaka, i promašio penal, promašio ovaj faul, promašio i tako dalje i na kraju kaže opet ovo je najbolji igrač. Zašto? Zato što je prije tih utakmica bio jedan od najboljih. I upravo u smislu Ramazana i posta treba da u početku shvatamo da je post naređen od strane Allaha Đelešanuhu i da treba da shvatamo post da je to za naše dobro, za naše bolje stanje. Sepse këto adhurimet në vete ngërthejnë mesazhin dhe porosinë nga Allahu, mos harroni të nderuar vëllezër, sepse Allahu kur e cilësoi pejgamberin alayhis salam me cilësinë më të bukur në fund që i tha një herë rahmeten lil alamin, që i rahmet dhe mëshirë për këtë botrat dhe gjithkush do të gjejë rahmet tek ti, dhe pastaj epitetin tjetër që ja dha wa innaka la'ala khuluqin azim, dhe ti je me moral të përsosur në piedestal. Kjo nën kupton që ky njeri ka qenë me njerëzit shumë i mirë. Tek namazi, tek zeqati, tek haxhi, tek kret, edhe këto adhurimet ngërthejnë në vete një mesazh që ndoshta çtupe kena keq kuptimin. Në bazë, Allah i tha lale kum të tekun, edhe na duhet më po përshtu. Nëse jo, pe kena defektin, pe kena problemin të baza. Dhe nëse i marrimi 4 shtyllat e fesë mas shahadetit, këtu të katrat kanë të bëjnë me njerëzimin.
Idi të spjegojmë pas e mene. Ako vidimo kod poslanika alejhi selam koji je odlikovan kao milost svim svjetovima, zatim da je imao najljepši i najbolji ahlak među ljudima. Dakle, u ovim riječima kojim Allah dželešanu navodi poslanika alejhi selam, možemo uvidjeti da je on zapravo djelovao među ljudima, da je bio socijalan, dakle nije bio zatvoren tip i da je uvijek radio i družio se sa ljudima. I upravo u tome je suština naših ibadeta. Ako uzmemo u obzir 4 stubova islama poslije šahadeta, dakle sve se to svodi u praksi sa ljudima, sa našom okolinom. Allahu i tha pejgamberit alayhissalam "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Sigur të shkoni vrazhgët dhe jo i sjellshëm me njerëzit, kishin ikë pitije. Ani pse të kom zgjedh pejgamber. Imagjinoni na njerëz thjesht me dashtën diçish si me dhunë, si pasjellje, pa edukat, na me dash me arrit islamin tek të tjerët. Atina pejgambere për zgjodhi njeriu më të dashur në rrezullin toksor i tha nalo, "Law kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Wallahi. Kaže Allah dželešanu u Kur'anu da si bio grub i osoran prema ljudima, onda bi se ljudi razbježali. Dakle, jako je bitno naš odnos i naše ponašanje prema drugim ljudima, da pristupamo na blag i fin način i na jako veoma uljudan način, da pozivamo naše ljude u islamu. Marim shtyllën e parë, mas shahadetit. Allahu për namazin thot inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi të ndalon nga veprat e këqija, nga senat që nuk duhesh mi bo, dhe pastaj në një hadith transmetohet që pejgamberi sa ka thonë men lam tanha salatu anil fahshai wal munkari fala salata la. Ai të cilin namazi i tina nuk e ndal prej gjonave të këqija, ofendimeve, ai di mos do këtë vetja unë bi fali 5 vakt amon shumë i vrazhgët jashtë xhamie, kjo nuk është në rregull. Sepse pejgamberi sa tha atë të cilin nuk e ndalon namazi i tina nga veprat e këqija, ofendimi, fyerjet, namazi i tina jet i varur, ne pora namazi. Ako uzmemo u obzir ajet koji kaže namaz vam je naređen da biste se klonili loših i odvratnih djela, također se navodi hadis da namaz je cilj da vas čuva od loših, ružnih, nevaljalih riječi i djela. I upravo u tome je suština namaza. Nije stvar da mi obavljamo namaz u džamiji, a kasnije van džamije da se ponašamo grubo i ružno prema ostalima. Pas namazit, domethënë më shumë të që është lidhën me namazin urdhni për obligim, domethënë dhe për ta kryer është zeqati, apo. Hajde analizojmë zeqatin, të nderuar vëllezër, kam qef mi analizu senat që na ka urdhëruar Zoti. Jo vetëm mur si, a di mura dhe nuk jam të di çka jam të bëj. Jo, e ka një qëllim, e ka një mesazh. Kur Allahu e ka lidhur në shumë ngushtë namazin edhe zeqatin. Hajde analizojmë zeqatin, kujt do të çu zeqatin? Mos jeni në largësi atje Allahu xheleshanu t'i dhon, sa 2.5% që mos i të shkum ja dhon Zotit. Jo. Kujt na t'i dhon? I t'i dhon një kushijës, një skamnorit, një jetimit, një të varfërit, që nën kupton se në njerëzi është shpërndar. Tek njerëzit, tek shoqëria, atë që ja tha pejgamberi sa mbrujë se duhesh mu kon me njerëzit i mirë dhe obligimet duhet të ngërthejnë që këtë porosi që ti mu kon i mirë. Zeqatin, po kujt na t'i japën zeqatin? Çeve për Allah ku du më thonë, ama kujna? S'mund mja që Zotit, kimi ja dhon një kujshijës, kimi ja dhon një njeriu i cili është sikur ti, po kushtet i ka pak ma, domethënë ma dopta. Që nën kupton se edhe zeqati e ka këtë porosi mes vetit të jeni të mirë. Ako uzmemo također u obzir i zekat, kaže Efendija da on voli razmišljati i diskutovati o ibadetima, o važnosti i značaju ibadeta. Nije stvar samo da prihvatamo, nego je suština da mi preispitamo zašto mi obavljamo naše ibadete. Evo na primjer zekat. Zekat je usko povezan sa namazom. Zekat se također daje među ljudima, ne daje se Allahu dželešanu, kao što znamo 2,5% se daje zekat. Dakle, opet se vraćamo na naše ljude, našu okolinu, da mi budemo među ljudima, kao što se kaže poslaniku, čuvaj se šta radiš, budi dobar, kako se ljudi ne bi razbježali od tebe. Osomu Ramadan, pastaj vjen domethënë e katërta, thotë edhe agjërimi muajit Ramazanit dhe pastaj e shpjegon pejgamberi sa që ju thashë në fillim, që nuk është në rregull Ramazani i jot dhe jemi, nëse nuk jena t'ju avon çket epitetin ose nuk jena t'ju avon çket kuptimin që unë puna djalë më mirë, unë puna pak më insan, unë puna pak më sjellshëm. Domethënë tek kjo Ramazani që pak më herët edhe e shpjegum dhe në fund haxhin.
Edhe haxhin kush ka mundësi me shku domethënë në hax. Në hax të nderuar vëllezër, mundesh me shkue me aeroplan privat. Mundesh me shku me një llaut, apo ditën, ku me ditën e talletës. Mundesh me shku në kom, mundesh me shku me bicikëll. Prej rrethonave që i ki. Mundesh me qenë një milioner, mundesh me qenë me një njeri që i ki viç parët për udhë. Edhe të mundsohet me shku në hax. Ama në momentin që shkon atje, ma i spari e mur me ajetin kuranor, ku Allahu Gjeleshanu thot, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Dhe ajeti i të cilit i është po obligim haxhi, s'ka mu me sha dhe me ofendu atje. Shkova në haxha mos u burirat, jo pa ja sha, jo pa ja buja, s'mujta me... Jo, shkoj djali mirë, dhe kur shkojsh në Arafat, ke mujt me orë me shkat dush, po kur të mërish në Arafat, rrobat e tua dhe rrobat e mia si fukara janë të njëjta. As nuk të shkruan morka, as nuk shkruan Porsche, as nuk shkruan BMW, as kur nuk shkruan. As mua s'u shkruan që janë fukara. Domethënë që Zoti na kallzon me kit këto shtyllat e fesë, të nderuar vëllezër, se duhet të jemi të ndjehemi të barabartë dhe të ndihmojmë mes veti, po mbi të gjitha të jemi në kulmin e edukatës së mundshme. Kao što smo naveli za post, dakle, naređen da bismo bili bolji ljudi, bolji insani u našoj okolini, u našem društvu, a također ako uzmemo u obzir hač, jer mi na hač možemo ići avionom, možemo ići busem, možemo ići biciklom, pješke, ali to sve na kraju nije toliko ni značajno. Iako smo milioneri, koliko god imali bogatstva, koliko god bili imovinskog stanja jaki, mi smo tamo svi isti, mi smo tamo u jednakom sloju, opet ćemo stati pred Allahom Đelešanuhu u tavafu na isti način kao i svi ostali drugi ljudi. I upravo to je suština naših ibadeta. Sepse është pa kuptim të nderuar vëllezër, se ndoshta keni pa rrjetet domethënë sociale, që thot vetë arab domethënë mora për një postimi, thot shkova në xhami mua në kuë, vetëm për do që më kanë bërë pa drejtësi, kur i poshta kit xhamishin ku në ato. Sa në rregull kjo punë, vetëm nuk mundet edhe në xhami dhe më koni pa drejt, nuk mundesh ti me dal pi xhami dhe më tut njerëzit pi tije. Nuk mundesh ti më kon namaz para mëno, domethënë Ramazani çfarë epiteti kena dhënë, ruje shot se më me të rreja vetëm. Farë mësimi ju ka dhënë pejgamberi alayhis salam sahabëve dhe na sot si e praktikojnë, a më të njëjtin xhenet e dojnë. Pejgamberi alayhis salam ju tha sahabëve, "Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im." Nëse dikush nguc, të ofendon, do më rrej me tije, do me bo probleme, jo ti, ai, do më thonë ajo është iniciatori, ti e rahat, ai ka problemet, ai nguci, ti i thue inni sa'im, unë jam të agjeru. E kundërta te na, mos i qindije sidomos, do më thonë, vjen nga që baba të shtëpia, tut na unë me fol, tutet na jeme me fol, tutet gruaja me fol, shuni ketë se unë jam të ninu. Vedini, do më thonë sigur, bila i tjetëri thot, jo me bejsbol, mos e thot e kam pistoletën me vetje. Vedini, s'ka i të thonë, sigur kjo i bjesë që na po falmi taravijat edhe kur dalmi jashtë ki dunë më tut pineve. Kjo nuk është në rregull të nderuar vëllezër. Me çdo adhurim të cilin e shton në vete, nëse nuk të ndryshon në edukatën tonë, në mirëqenjen tonë dhe sjelljen me të tjerët në amenën se kjo problem është pak. Urdhëron. Poštovani Efendi navodi kada obavljamo hač da pazimo i čuvamo se šta radimo, šta govorimo, kao što se navodi u ajetu, da kada obavljamo hač da se čuvamo loših i ružnih odvratnih dijela. Jer nema smisla da obavljamo hač, a vamo sa druge strane činimo nepravdu drugim ljudima. Isto tako kaže u vezi posta, ako vas neko provocira, dakle navodi hadis, ako vas neko provocira ili neko hoće da vas napada, recite ja postim. A ne da sa druge strane vi inicirate i vi nastavljate tu svađu, tu provokaciju. Jer nema smisla da navečer idemo na teraviju, a posle teravije mi smo isti, mi smo istog ahlaka, istog ponašanja. Jer često nam se dešava do ikindije, mi sve lijepo postimo, a posle ikindije već polako gubimo sabor, polako nam idu na živci naši ukućani, naša familija i sa tog aspekta trebamo paziti kako se ponašamo. Sepse i takojmë një fesë të nderuar vëllezër, e cila është perfekte. Dhe këta apo pretendojmë që ta. Pejgamberi alayhis salam e definon kështu të nderuar vëllezër, për punët të cilët i punojmë. Inna Allaha yuhibbu min al-'abdi idha 'amila 'amalan an yutqinahu. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu don nga robi i tina, kur ta bëjë një vepër, një punë, kur doje me punu diçka,
me bo në mënyrën më perfekte të mundshme. Si bëhet në mënyrën më perfekte? Kur ti i analizojnë kitë rrethona, duke pyetë edhe njerëz kompetent dhe pastaj shkon, për shembull te puna. A ke pa mundush me gjetën punën nga të banesës, a vedin që mës me koll kerën, mës me argju. Kitë këto rrethona që i studion ti, de facto pejgamberi sa na ka mësuar edhe në aspektin e fesë dhe në aplikimin e adhurimeve kur i bojmë, duhet më konë mënyra më perfekte. Si më perfekt, si ta bëj sejdën, si ta bëj rukun, mos ta bëj pa ushall, të marr avdes, mos ta lë pa avdes, në rukun ta bëj si duhet, sepse mund të jesh pastaj prej atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, dikush i mundet mu falë, më nuk fiton prej namazit të tij na pos një të tetër për shembull. Poštovani Efendija navodi hadis da Allah Đelešanu voli kada nešto radite, to radite na najbolji i najsavršeniji način. Na primjer, ako mi radimo u našem poslu i tu se trudimo da taj posao koji radimo uradimo na najbolji način, isto tako i poslanik alejhi selam nas podučava u vjeri kako da radimo seđdu na najbolji način, kako da uzimamo abdest na što bolji i što savršeniji način. Kur e ban veprën kështu, kur e punojnë, se i mund shkon punën 8 orë, edhe i ke marrë kitë të rrethonat edhe e shes se llogaria në fund mujit del mirë valla. As si harxova një 200 euro për kerr, as nuk e harxova për ta, mu isha te shtëpia në pauzë me hungër bukën, edhe kur ta shihsh në fund mujit edhe me rrogën nuk ke harxuar shumë, edhe del mënyrën më të mirë, pse se e ke analizuar dhe e ke studiuar dhe ju mundu për ta. E njëjta është edhe për adhurimet. I mendon kitë në rregull dhe pastaj pret shpërblimin e Allahut Xheleshanu, por në atë botë shpërblimi është, të nderuar vëllezër. S'ta mos e harroni. Shpërblimi i Allahut është për në atë botë. Në këtë botë duhesh me shpërbly vetëm u bë gjallë më i mirë, pe adhurimeve. Duhesh definitiv, nëse do me kuptu sa është i pranuar adhurimi jot, nëse ti mendon. Dhe kështu po e përfundojmë inshallah. Nëse ti mendon që me namazin tan, ja ke nis mu fal, edhe shkon te shtëpia, pse nona nashta s'pu fal ka me rregull ose baba s'ka ndaj rregull namaz. Ti më shku mi thon shka, mi thon shka mos, leje se ke punë s'ka sa kërkonish. Nuk ka sens, domethënë bazë nuk i tu ditën për shka i tu fal edhe kush ka thonë mu fal edhe si duhesh mu fal. Dakle, ako analiziramo sve moguće okolnosti i situacije koje nas okolišu, možemo da na kraju izađemo sa boljim ishodima što se tiče našeg posla, dakle izaćemo jeftinije ako se potrudimo da što bolje i kvalitetnije radimo naš posao. Isto tako sa druge strane i naš ibadet, ako mi malo analiziramo naše stanje, na koji način vršimo naše ibadete, isto tako Allah Đelešanu će nas nagraditi za naš trud, za naše zalaganje. Samo što je pitanje kod ibadeta, nagrada slijedi tek na ahiretu. To treba da zapamtimo, draga braće i sestre. Kështu që falenderoj xhallar shumë edhe kryesin e xhamotin dhe përcjell edhe një përshëndetje të më të përzemërta edhe prej Bashkisë Islame të Maqedonisë që do të kemi musafirë ndoshta, edhe prej medresesë së Luginës së Preshevës, sidomos nga kryetari i Bashkisë Islame Mehmet Edeti Saiti dhe drejtori Abdullah Diu. Përshëndetje dhe selamet më të ngrohta i keni. Allah inshallah është razi, inshallah takojmë në të mirë dhe Allah na bëhet prej atyre të cilët përgëzon Allahun në Kur'an dhe thotë: "Fabashir ibadi alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Përgëzoni robërit e mi, ata të cilët dëgjojnë fjalën e Allahut dhe ndjekin në mënyrën më të mirë. Allah i razi inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit Fëndis, Berat e Fëndis do t'i shpërblet për këtë fjalë bukura dhe Fëndis për përkthim. Zahvaljujem se jednom i drugom za prevod i za ove fine riječi Berat Efendi, a ja ću samo sekundu, eto, oni koji nisu bili sinoć, kod nas je bio Asmir Efendija Saliović i ostavio jednu paket knjiga Statut drugog u islamu na njemačkom. Jako važna knjiga i dobra da se pročita, a i da se daje poklon Njemcima. Da vide šta islam kaže za druge, znaš, jako knjiga dobra i samo da vam kažem oni koji nisu bili. Znači, nuk janë kanë mram, e kem pa Asmir Efendi Saliović, tili ka lënë një libër dhe me thonë statut i tjerëve në islam, shumë me rëndësinë gjuhën gjermane, zoti ju shpërblet.